Jasa shpesh duhen larë peshqirët. Shkencëtarët zbulojnë dëmet nga moslarja e tyre. Peshqirët janë normalisht një pjesë kyçe e rutinës suaj të higjienës, por sipas një eksperti ato mund të shkaktojnë më shumë dëme se sa dobi nëse i lini për një kohë të gjatë pa i pastruar. Nëse nuk lahen aq shpesh sa duhet, peshqirët mund të kthehen edhe në një terren të mirë për bakteria dhe të krijojnë gjithashtu grumbullimin e qelizave të dëmshme. Ndaj, sigurohuni që të bëni edhe një zgjidhje natyrale më të mirë për të larë peshqirët tuaj sa më shpesh të jetë e mundur. Nëse përdorni peshqirin e trupit më shumë se 3 herë, kjo është normale, por pas herës së 4 ju duhet ta lani atë në mënyrë që të evitoni kështu edhe dëmet. Moslarja e peshqirëve sipas ekspertëve mundet të shkaktojë gjithashtu edhe një sër komplikacionesh, ndaj tregoni më të kujdesshëm me mënyrën se si i përdorni ato.